Truqe kopshtarësh, këto bimë mbillini afër dhe larg domateve që të mund të merrni më shumë fryte. Domatja dhe këto bimë janë kombinim i shkëlqyeshëm, jo vetëm në sallata por edhe në bahçe. Pranë çdo fidani domateje është e dëshirueshme të mbillni 3 fidan borziloku. Nëse rregullisht vini majet e borzilokut, ai do të degëzohet dhe do të prodhojë më shumë fletë aromatike dhe nuk do të lulëzojë shumë herët. Sipas përvojave të bahçevanëve, edhe kumaku ndikon në domate si mbrojtje natyrale dhe përshpejton prodhimin e saj. Kumaku njëherësh është edhe bimë mjekuese. Komshi i mirë i domates është hudhra, e cila refuzon merimangën e kuqe, tenja e hithrave. Pranë domates është mirë të mbillet edhe bizelja e cila nuk rritet në lartësi, sepse kjo bimë fikson oksigjenin në dërë dhe e bën të qasshëm rënjen e domates dhe kështu shërben si plerim natyral. Karota gjithashtu ndikon volitshëm në domate, mirë po e mbjell në domate do të krijojë rënje më të imëta. Komshinjtë e këqij të domates janë patatja, kastravecët dhe maraja, sepse tajitja e rënjeve të tyre ndikon negativisht në rritjen e domates. Domatja është e prekshme edhe nga sëmundje të ngjashme si patatja dhe misri, prandaj ato bimë do të duhej t'i mbillnit pak më larg. Domaten nuk duhet mbjell as afër specave, sepse ato bimë konkurrojnë për përbërësit ushqyes në dërë. Në domate është mirë të mbillet edhe sallat e gjelbër, radhiqja, repani, spinaçi, majdanozi, preshi, kështu njëherësh më mirë shfrytëzohet hapësira përreth domates e cila rritet në lartësi.